Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Benita Zena, ka thyer heshtjen pas eliminimit nga gjysmëfinalja, duke i dhënë fund rrugëtimit të saj vetëm një hap larg finales së madhe. Një moment që për publikun ishte surprizë, ndërsa për vetë Benitën duket se ka qenë një goditje e fortë emocionale, pas një aventure të gjatë dhe intensive brenda shtëpisë më të famshme në vend. Dalja në këtë fazë kaq vendimtare dhe ka prekur thellë, pasi pritshmëritë ishin të mëdha dhe mbështetja nga jashtë nuk kishte munguar. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, Benita u karakterizua për natyrën e saj të drejtë për drejtë, ndjeshmërinë dhe përfshirjen në disa prej momenteve më të komentuara të këtij edicioni. Ajo arriti të krijojë lidhje të forta, por edhe të përballet me sfida e debate që e vunë shpesh në qendër të vëmendjes. Menjëherë pas daljes, përmes një postimi në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, Benita ka ndarë një mesazh mjaft të ndjerë me ndjekësit e saj, duke treguar hapur gjendjen emocionale në të cilën ndodhet. Momentalisht jam në gjendje të rëndë emocionale, por nuk munda pa ju falenderuar secilin për mbështetjen në këtë rrugëtim dhe tani në këto momente. Zoti ju ruajt, ka shkruar ajo. Ky reagim i sinqert tregon se eksperienca brenda shtëpisë nuk ka qenë vetëm një lojë, por një përjetim i thellë emocional që lë gjurmë edhe pas përfundimin. Eliminimi në prag të finales shpesh konsiderohet një nga momentet më të vështira për banorët, pasi ëndra për trofeun dhe triumfin final duket më afër se kurrë. Megjithatë, mbështetja e fansave në rrjetet sociale ka qenë e menjëhershme. Komentet pozitive, mesazhet inkurajuese dhe fjalët e mira kanë vërshuar në profilin e saj, duke treguar se pavarësisht rezultatit, Benita ka fituar diçka shumë më të rëndësishme, zemrat e publikut. Tashmë mbetet për t'u parë se cili do të jetë hapi i radhës për të pas kësaj eksperience televizive që e bëri një nga emrat më të komentuar të këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.